I dashuri kryetar I Lëvizjes Vetëvendosje, kryeministër Albin Kurti, e nderuara drejtuese e Këshillit, zonja Nagavci, sekretar Rama, të dashur qytetarë që po na ndiqni. Jam I gëzuar që po e takojmë njëri tjetrin në këtë mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm. Jemi në fund të vitit 2025, të këtij viti, të cilit nuk besoj që ja gjejmë një të ngjajshëm. Pas një kohe, historia do të shkruaj se në vitin 2025, gjysma e spektrit politik përdori çdo mjet të mundshëm që të mos ndërtohen institucionet vitale të shtetit, vetëm për të argumentuar që vetëvendosja nuk ka mundësi të ecë vetme. Që të jemi deri në fund të sinqert, qëllimi ynë themelor kur nuk ka qenë që të ecim vetëm. Verdikti I popullit në zgjedhjet e shkurtit nuk ishte që të ecim vetëm, por që të ecim së bashku me partnerin ton në një koalicion demokratik. E bëm ne edhe këtë përmes ftesave tona, por u refuzuam. Refuzimi në demokraci nuk është fundi I botës, prandaj ne u përgatitëm që, dhe kështu e kuptuam, që pjesa tjetër e opozitës do ta bënte qeverin pra, me që ndodhi kjo. Numrat objektivisht ishin, por ata refuzuan që ta bëjnë edhe qeverin. Lëvizjen Vetëvendosje nuk e lanë, vetë nuk deshën ta bëjnë qeverin, prandaj qytetarët me të drejtë pyesin atëherë çka duan këta në të vërtetë. Ata vetëm duan të bllokojnë gjithçka, ashtu që bllokimi I shtetit të fillojë të duket si dobësim I vetëvendosjes. Kjo është një agjendë tejet e dëmshme dhe unë do ta quaja antishtetrore. Për këtë qëllim, ata na kanë treguar se janë në gjendje të shkojnë deri edhe në humner. Edhe nëse nuk ka buxhet, edhe nëse nuk dalin pagat për popullin ton, nuk ka lidhje, thonë ata, me rëndësi Albin Kurti me dështu. Kjo do të thotë ta sakrifikosh shtetin që Albin Kurti me dalë keq. Shkurtpamësi e mjerueshme dhe e paparë deri tash në skenën tonë politike. Për krejt këtë maskarad dhe përmes kësaj po mendojnë që kështu e rrisin mbështetjen në popull. E pabesueshme. Po shqyr që jemi në demokraci. Gjatë gjithë këtij viti, prej shkurtit kur I fitoi vetëvendosja zgjedhjet, të gjithë eksponentët opozitar në unison e sforcuan vetëm një varg koral. E ky është vargu se Albin Kurti nuk do të jetë më kurrë kryeministër I Kosovës. Nuk prezantuan kurrfar programi, nuk patën asnjë vizion për një qeveri të re që do ta bënin vetë, por vetëm që Albin Kurti nuk do të jetë më kurrë kryeministër I Kosovës. Eklipsi I mendjes e kërkonte vetëm një qëllim: rrëzimin e atij që u votua më së shumti me vota nga ana e popullit të Kosovës. Të dashur kolegë, ne jemi mbledhur që sot ta nominojmë kryeministrin e ardhshëm nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje. Unë do ta nominoj më të votuarin nga populli ynë në historinë e demokracisë sonë parlamentare, më meritorin në udhëheqjen e Lëvizjes Vetëvendosje, liderin e vërtet të transformimit social dhe demokratik të Kosovës, kryeministrin më të suksesshëm të Republikës sonë Albin Kurtin.
Dikush të gjithë jeni duke thënë me siguri kush do ta meritonte më shumë se ai. Themelues i lëvizjes vetëvendosje, drejtues i saj në për gjitha fortunat më të vështira të kohës. Gjithnjë duke qenë i gatshëm të jap e të sakrifikoj më së shumti nga ne të gjithë. Albini, mendoj që njihemi atë gjatë e kemi vepruar gjatë sa me ju drejtu me Albini. Albini që me mençuri e transformoi vetëvendosjen në subjektin më të madh politik jo vetëm në Kosovë. Albin Kurti, që si kryeministër i Kosovës, e krijoi një sistem të qeverisjes mbi parimin e rritjes ekonomike që shpërndahet në mënyrë të drejtë e të barabartë në popullin ton përmes shumë masave mbështetëse që i kanë ndërmarrë. Albin Kurti, që ja tregoi shtetin strukturave të Serbisë edhe në veri të vendit ton. Pikërisht Albin Kurtin më shumë se kur sot e kërkon populli ynë që ta vazhdoj rrugën e mirë që e nisi në vitin 2021. Duke e propozuar atë për kryeministër, ne të gjithë më së miri i qëndrojmë besnik plotësisht pritjeve që i kanë vetë qytetarët tonë. E sa i përket kundërshtarëve politik, vetëm një gjë ata nuk mund ta bllokojnë, e unë mendoj që nuk mund ta bllokojnë vullnetin e popullit. E këtë gjë më së miri do ta kuptojnë me 28 dhjetor. Urime kryeministër, na prit të mbara bashkë. Faleminderit shumë i nderuar nënkryetar Glauko Njufca, po pra ashtu sikurse e thatë edhe ju, përderisa partitë tjera politike e mbajtën të bllokuar krimin e institucioneve për kaq muaj, ne po kthehemi përsëri tek qytetarët e kësaj rrodhe, derisa partitë tjera do të bëjnë ngarë për vendin e dytë, neve si lëvizje dhe kryetarit ton, kryeministrit të tashëm e të ardhshëm Albin Kurti i mbetet që edhe një herë të tejkaloj vetveten nga kandidati më i votuar deri më tani, të vazhdoj të tejkaloj vetveten në numër edhe më të madh të votave. Kam nderin që t'ju ftoj për votim për propozimin që sapo bëri nënkryetari, pra që kryetari jon Albin Kurti të jetë kandidati i lëvizjes për kryeministër të Republikës së Kosovës. Ju lutem që me ngritje dore të deklarohemi kush është për. Faleminderit shumë. A është dikush kundër? A ka ndonjë abstenim? Atëherë konstatoj që me votat e të gjithë delegatëve të lëvizjes, pra unanimisht miratojmë propozimin që zoti Albin Kurti, kryetari i lëvizjes, të jetë kandidati jon për kryeministër të Republikës së Kosovës dhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit edhe kryeministri i ardhshëm i Republikës së Kosovës. Urime e na të mbara,
Të dashur delegat të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, të nderuar nënkryetar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauko Njufsa dhe Mrika Limani Myrtaj, i nderuari sekretar organizativ Alim Rama, e nderuara koordinatore e komiteteve profesionale Dejona Mihali, i nderuari sekretar për marrëdhënie ndërkombëtare Harullah Çeku, e nderuara kryesuese e organit më të lartë të Lëvizjes Vetëvendosje, Këshillit Përgjithshëm, zonja Arbria Nagapsi, koleg nga qeveria e Kosovës, deputet të Kuvendit të Republikës, të dashur aktivist e antar të lëvizjes son, sot qëndroj i nderuar para jush që më besuat edhe një herë tjetër si kandidat tuajin për kryeministër. Për çdo herë që kandidohem, nderohem edhe krenohem dhe këtë nder e krenari ju premtoj që do t'ua kthej me punë dhe me ndershmëri. Jemi para zgjedhjeve të reja, pa dëshirën time dhe pa vullnetin e lëvizjes son, por si pasojë e refuzimit nga subjekte tjera për të pasur çfarëdo bashkëpunimi me neve. Asnjë nga to nuk po arrin ta pranoj realitetin, e sidomos disa prej tyre të cilëve edhe ju ofruam bashkëpunim. Së pari më refuzuan mua, pastaj e refuzuan edhe Glauko Njufsën për kryeministër. Të dyja herët të gjithë votuan bashk kundër qeverisë vetëvendosjes. Me fjalë tjera e refuzuan konstituimin, e refuzuan bashkëpunimin, e refuzuan qeverinë Kurti 3, e refuzuan Glauko Njufsa 1, por gjithashtu janë të njëjtët që refuzuan Albelina Haxhiun, gruan më të votuar në legjislaturën e 9 për kryetare të Kuvendit, dhe janë sërish të njëjtët që refuzuan edhe votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, refuzuan buxhetin e komunave Prishtinë, Gjilan e Zubin Potok, refuzuan ta financojnë RTK-n, dhe refuzuan buxhetin 4 miliardësh për vitin 2026. Dhe sot të bashkuar pas krejt këtyre refuzimeve, pra po gjendemi para zgjedhjeve të reja dhe me rreziqet e krizave financiare prej RTK-s te 3 komunat e Kosovës dhe sidomos para një dëmi prej 1.1 miliardë euro pas refuzimit të votimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, qofshin ato me Bankën Botërore apo nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian. Kjo nuk është situatë që ne e duam dhe as që e kemi menduar, por përfunduam këtu për shkak se këto parti pas bllokimit për 10 muaj, krizën legale tani duan ta shndrojnë në një krizë sociale. Njerëzit të ngelen pa paga, të mos mund t'i marrin shtesat me rritje, të shkaktohen deficite buxhetore, borxhe të shtuara, mungesë të pagesave për operatorët ekonomik e kështu me radhë. Pra një krizë e cila është veç se legale dhe procedurale, dëshirojnë që ta shndrojnë në krizë sociale, sepse krizë ekonomike e financiare në vendin tonë nuk ka. Buxhetin e kemi gjetur 2.4 miliardë në vitin 2021, pas 5 vjetëve po bëhet 4 miliardë. Pra një rritje për 2/3. Ekonominë në vitin 2021 e kemi gjetur 7 miliardë, në vitin e ardhshëm bëhet 12 miliardë. Kosova nuk ka krizë ekonomike, nuk ka krizë financiare, nuk ka krizë buxhetore. Mirë po ka krizë legale procedurale nga bllokimet e opozitës, e cila po synon qartaze që këtë ta shndrojnë në krizë sociale. Na akuzojnë se të tjerët na pas kanë bërë qeveri me 20% e me 30%. Unë pajtohem që kanë bërë qeveri edhe me 20% e me 30%, madje kanë bërë e zgjedhur kryeministra edhe me 7%, por ne refuzojmë të jemi qeveri pazarësh. Me mua mund të kesh qeveri ku bëhet plan e strategji për ndihmën e familjeve dhe të punëtorëve, po jo marrëveshje ku përfshihet ndarja e bordeve të ndërmarrjeve publike. Me mua mund të bashkëpunoj me qeverisim për të punuar bashkë që të zgjidhim sa më shumë çështje e të adresojmë qytetarëve sa më shumë halle, por jo të kemi marrëveshje ku ndahen terminale doganore apo posta ambasadorësh.
Pra arsyeja pse nuk kemi një marrëveshje qeveritare, nuk është mungesa ofertave dhe bashkëpunimit nga ana jonë, por bllokimi nga ana e tyre, ndërkaq nuk paraqet kurrë justifikimi se më herët janë bërë marrëveshje të tash s'po bëhen, sepse po që se shikojmë për mbajtjen e atyre marrëveshjeve, e shohim se ato janë të palegjshme. Janë kundër shtetit, kundër republikës, kundër demokracisë. Dhe ne ato nuk i bëjmë, dhe pikërisht pse nuk i bëjmë aso lloj pazarësh, na i kena fituar zgjedhjet rregullisht në këto vitet e fundit e do të fitojmë edhe me 28 dhjetor. Në 2 vitet e para, qeverisja jonë ishte shumë e kufizuar, së pari prej krizës së madhe të pandemisë COVID-19, nuk e gjetëm jo asnjë vaksinë, por nuk e gjetëm asnjë kontratë për vaksina, dhe arritëm që mbi 60% të popullsisë ta vaksinojmë së pari me një vaksinë qysh në vitin e parë 2021, pra për më pak se 9 muaj të qeverisjes sonë. Dhe sikur kjo krizë të mos mjaftonte, me njëherë pasaj ajo energjetike dhe inflacionit për shkak të agresionit rus në Ukrainë, dhe me masat e eficiencës dhe të subvencionimit të faturave të energjisë elektrike për qytetarët tonë, dhe me qeverisjen e mirë në ndërmarrjet publike në përgjithësi, e posaçërisht me performancën e Kekut që filloi të punoj me fitim të shtuar, ne arritëm që edhe nga kjo krizë të dalim fitimtar. E tash, sikur të mos mjafton të kjo kriza e pandemisë që globit i ndodh një herë në 100 vjet, dhe kjo energjetike që globit i ndodh një herë në 50 vjet, e kishim edhe krizën që u shkaktua në veri të vendit ton për shkak të agresionit të Serbisë, ku komplet aparati shtetëror i Vučićit u angazhua për ta luftuar shtetin e posaçërisht qeverinë tonë, sepse shtet ka pasur edhe më herët, por qeveritë e tjera nuk vinin në konfrontim me Serbinë, sepse preferonin pazare e kumari të ndryshme, dhe për herë të parë ne po e kthenim sovranitetin në një hapësirë ku qeverisej nga bandat kriminale, nga strukturat paralele. Të dashur qytetarë, natyrisht që kjo na ka kushtuar neve edhe me kritika, por na ka kushtuar edhe me jetë njerëzish. Heroi ynë, rreshteri i policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, u sakrifikua për të mbrojtur rendin e ligjit, për të mbrojtur kushtetueshmërinë e sovranitetin, për të mbrojtur integritetin territorial e institucional të vendit ton, por edhe për të mbrojtur kolegët e tij që ishin më të ri në vendin e ngjarjes, në banjës të zveçanit me 23 shtator të vitit 2023.